Jemi mbledhur këtë mbrëmje të vetëdijshëm që në zemrën e qytetit nuk mbizotron vetëm zhurma, vetëm trafiku, vetëm kaosi, por Zoti na viziton në gjitha situatat e ekzistencës tonë. Neve kemi bindjen që po bëjmë ecjen mas gjurmëve të Jezusit, por ndërsa do të dëgjojmë ndalesat e ndryshme, do të zbulojmë që aty jemi rrëzuar ne dhe Jezusi ka ardhur. Aty kemi qarë ne dhe Jezusi po na ngushëllon. Aty jemi të dhunuar ne e Jezusi na inkurajon. Ecja jon është ecja me Zotin. Është ecja me vëllezërit e motrat të çdo përkatësie fetare që janë në sprov, në mjerim, në menjanim, janë në lunën e bombardimeve apo në mvuajtjen e çmimeve të larta që krijojnë vetëm mjerim më të madh. Këtë mbrëmje të gjithë katolikët në mbar botën, aty ku është edhe zemra e krishterimit, me papën në Rom, rreth Koloseut, e në kryeqytetet e ndryshme të botës, aty bashkohet edhe kryeqyteti ynë, Tirana jon, sepse Tirana ka nevojë zbuloj që pa Zotin është një qytet i fikur. Atëherë këtë mbrëmje vëllezër e motra, me shumë shpresë në Zotin që i hap zemrat të atyre më larg dhe atyre që mendojnë janë më afër, të lejojmë të udhëhiqim nga dashuria e Zotit. Mos të kushtëzohemi nga zhurmat, nga gjërat e tjera, sepse Zoti është me ne. E kështu braktisim në të çdo dhimbje, çdo vujtje, çdo mosmarrveshje, çdo përçarje. Sa arsye kemi këtë mbrëmje atëherë të mbledhemi së bashku, sepse në Krishtin e kryqëzuar kemi përgjigje, ato përgjigje më të thella që vetëm zemra e Zotit din me dhanë.